të cilën komunëve që veç të diskutu për emrat më të mirë të mëshëm që kanë me prezentu interesat e nivelit lokal të qytetarëve tanë. Ju keni qenë pjesë e pushtetit lokal në Vushtri, a doni me kandidu si pjesë e nismas për kryetarët Vushtris, apo doni ta konsumoni këtë mandatin si deputete? Qysh nesër kemi një takim me kryesin e djegës e nismas, do t'jem në Prishtinë dhe kemi fillu bisedimet rreth listës, dësa për këtë pjesë po besoj që prapë do të takojme. Keni vullnet? Vullneti është për më angazhu absolutisht në se cilën komunë ku nisma do të ketë kandidat, e për pjesën time personale besoj që do të shihemi së shpejti dhe do të shohim, sepse nuk kam ende një deklarat. Pa tjetër, e kemi këtu një farë kalendari që i kemi rumblaksu krejt seansat, vazhdimet e seansave çdo 2 të ditë, e 19 është në pikpyetje a do tjetë e fundit apo jo. A konsideroni që do të bien edhe fletat tjera të kalendarit? Ja, po cilë shumë herë kur ka mundësi emisionin dhe e keni kreativ. Po du me besu që rrethanat e këtyre ditëve që ka ndryshu komplet një marrëdhënie politike në botë, ishdash me ndryshu edhe relacionet tona. Do më thonë, ishdash me pa pak ma gjanë se sa që shemi të pasi subjekte politike. Edhe, po du me besu që ka me qenë e fundit edhe kë muaj do të përfundan si një muaj që kemi duke shënu festat e shtirimit në gjitha qytetet, le të jetë një fest gëzimi edhe krijimi institucioneve, edhe ta qojna një mesazh që Kosova prap e gjeti vetën edhe forcat politike ditën me gjetë një rreth vetës një konsenzus, edhe mos na shohin si një shtet jo serios të tjerët. Pra unë du me besu në këta, edhe na punojmë si nisma në këtë drejtim. Zbaku, falenderit shumë që ishen Kompas sonte. E vlerësoj. Shkëputemi me pak marketing për të rikthyer me tema tjera në Kompas. Qëndroni me ATV. Kthehemi sërish në studio me tjera tema. Sulmet e ndërsjella ajrore po vazhdojnë mes Izraelit dhe Iranit, e që po shkaktojnë viktima, por edhe dëme në infrastrukturë. Megjithatë, dëmi ekonomik është më i gjerë se sa në këto 2 territore, madje ka ndikim global në